Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerod, dhe përfaqësuesi i Agjencisë Franceze për Zhvillim Ndërkombëtar, Melanie Malinbaud, kanë vizituar komunën e Prizrenit. Ata thanë se janë të interesuar si korp diplomatik që të kenë bashkëpunim me një qeveri vendore funksionale, por siç deklaron ai, nuk kanë ndikim në çështjet politike. Ashtu siç e potetsova edhe në fillim, ne të gjithë duam që Kosova të ketë një qeveri funksionale. Kjo është arsyeja edhe pse ne kemi investuar, jo vetëm me paratë tona, po kemi edhe përfaqësues politik në Kosovë, kemi ushtar që janë të vendosur në kuadër të KFOR-it, e ne e dim që KFOR-i është ende në Kosovë, prandaj ne dëshirojmë që ky vend të jetë një vend funksional, por si diplomat nuk duam të ndikojmë në këto çështje. Qëllimi i vizitës në komunën e Prizrenit ishte bashkëpunimi me institucionet lokale në projektet e ruajtjes së ambientit dhe diversitetit. Prezantuam disa projekte, do të shohim tani se si mund t'i analizojmë këto projekte, eventualisht i kombinojmë edhe me ndonjë projekt tjetër në bashkëpunim me komunat për rreth që i kemi këtu, edhe të shohim mundësinë se si mund të realizojmë diçka për benefit, për interes të gjithë qytetarëve të teritorit të komunës, jo vetëm Prizrenit. Megjithse projektet janë në fazën fillestare, mendohet kalojnë përmes Agjencisë Franceze për Zhvillim Ndërkombëtar, por së pari, sipas ambasadorit, ambasada franceze shpreson në krijimin e institucioneve për të implementuar projekte të tilla.